Kontrolli i lartë i shtetit ka publikuar raportin përfundimtar të auditimit në shoqërinë trajtimi studentëve vlorë, ku evidentohen një sër problematikash të theksuara në menaxhimin financiar, administrimin e pasurive dhe funksionimin e përgjithshëm të institucionit. Sipas raportit, një nga shqetësimet kryesore lidhe me menaxhimin jo efikas të fondeve publike, ku konstatohet mungesë kontrolli në përdorimin e tyre, si dhe raste të shpenzimeve që nuk justifikohen plotësisht me dokumentacionin përkatës. Auditimi thekson se fondet nuk janë orientuar gjithmonë drejt përmirësimit të drejt për drejt të kushteve për studentët, duke ngritur pikpyetje mbi prioritetet dhe mënyrën e administrimit. Një tjetër problem i rëndësishëm lidhet me mungesën e transparencës në procedurat e prokurimit publik. Kontrolli i lartë i shtetit evidenton se në disa raste procedurat nuk janë zhvilluar në përputhje të plot me legjislacionin në fuqi, duke u shoqëruar me dokumentacion të paplot, konkurrencë të kufizuar dhe mungesë të gjurmëshmërisë së vendimarrjes. Kjo situatë rrit riskun për abuzime dhe ul besueshmëri në përdorimin e fondeve publike. Raporti nënvizon gjithashtu mos respektimin e akteve ligjore dhe rregullatore, ku institucioni nuk ka zbatuar në mënyrë të plot detyrimet që rrjedhin nga kuadri ligjor për administrimin financiar dhe organizimin institucional. Në disa raste vendimarrja është kryer pa u mbështetur në procedura të qarta dhe të dokumentuara. Problematike paraqitet administrimi i pasurive, ku janë konstatuar mangësi në inventarizim, regjistrim dhe mirëmbajtje të aseteve. Sipas auditimit, mungesa e një sistemi të saktë dhe të përditësuar për menaxhimin e pasurive rrezikon dëmtimin apo humbjen e tyre, si dhe pamundson kontrollin efektiv nga strukturat përgjegjëse. Një tjetër element kritik është dobësia e sistemit të kontrollit të brendshëm, i cili rezulton jo funksional në disa drejtime. Kjo ka sjellë mungesë monitorimi dhe parandalimit të shkeljeve, duke lejuar krijimin e praktikave jo të rregullta në administrimin e institucionit. Në raport evidentohet gjithashtu se shërbimet ndaj studentëve nuk janë në nivelin e kërkuar, duke reflektuar mangësi organizative dhe menaxheriale që ndikojnë drejt për drejt në cilësinë e jetës në konvikte. Në përfundim të auditimit, kontrolli i lartë i shtetit ka dhënë një sër rekomandimesh konkrete, duke kërkuar forcimin e kontrollit financiar, vendosjen e mekanizmave më të fortë monitorimi dhe përdorimin më eficient të fondeve publike. Po ashtu kërkohet zbatim rigoroz i ligjit për prokurime publike me qëllim garantimin e transparencës, konkurrencës dhe dokumentimit të plot të çdo procedure. Një rëndësi e veçantë kushtohet edhe përmirësimit të administrimit të pasurive përmes inventarizimit të rregullt dhe regjistrimit të saktë të aseteve. KLSH-ja rekomandon gjithashtu forcimin e strukturave të kontrollit të brendshëm duke i bërë ato funksionale dhe të afta për të parandaluar dhe evidentuar shkelje në kohë. Në të njëjtën linjë kërkohet rritja e cilësisë së shërbimeve për studentët, duke marrë masa konkrete për përmirësimin e kushteve në konvikte. Në mënyrë të veçantë raporti thekson nevojën për përcaktimin e përgjegjësive individuale dhe marrjen e masave administrative apo disiplinoreve ndaj personave që kanë shkelur detyrimet ligjore. Ky auditim nxjerr në pa nevojën urgjente për ndërhyrje në menaxhimin dhe funksionimin e shoqërisë, trajtimi i studentëve vlorë duke e kthyer vëmendjen tek përgjegjësiria institucionale dhe përdorimi korrekt i fondeve publike në shërbim të studentëve.